Po ashtu strategjia jonë parashef prodhimin e 1300 gigawatt energji elektrike për 1 miliard euro në prodhem, që janë visrit, po ashtu dhe institucionet publike të incentivizohen në kursimin e energjisë elektrike. Rretimi i parë është tek gjenerimi i energjisë elektrike. Plani jonë parashef rehabilitimin e thellë të Kosovës B, i cili është duke vazhduar, dhe rehabilitimin e thellë të Kosovës A, saj përket gjenerimit të bazuar në termo. Po ashtu strategjia jonë parashef prodhimin e 1300 gigawatt energji elektrike, e cila duhet të jetë energji e ripërtitshme. Ky prodhem mbështetet në kuadër të planit tonë për 1 miliard euro në prodhem, sepse aty ka nevojë të incentivizohet prodhimi i brendshëm në Kosovë, dhe kjo jo vetëm që krijon vende pune, po dhe krijon pavarësi energjetike të Kosovës. E dyta, përqendrimi është tek rrjeti i transmisionit. Lëvizja vendosje parashikon që të investojë 150 milion euro në përmirësimin e cilësisë së rrjetit të transmisionit. E treta që është e rëndësishme, minimizimi i humbjeve të energjisë elektrike, qofshin ato komerciale, ashtu dhe teknike. Duhet ta keni parasysh që rreth 1200 gigawatt kanë qenë humbjet e energjisë elektrike, teknike dhe komerciale, ato kanë rënë në rreth 500 gigawatt, dhe ka nevojë Kosova që të përqendrohet ende në minimizimin e humbjeve teknike dhe komerciale, sepse ta keni parasysh që humbjet teknike dhe komerciale po ashtu i minimizojnë Kosovës, i ofrojnë Kosovës mundësi për kursim të energjisë elektrike. Në rrafshën e katërt është para ideja e kursimit dhe eficiencës së energjisë elektrike. Ajo është pjesë shumë e rëndësishme që janë visrit, po ashtu dhe institucionet publike të incentivizohen në kursimin e energjisë elektrike. Dhe pesta që është e rëndësishme, ta keni parasysh, bashkë me MCC-n, është projekti, zbatimi i projektit të deponimit të energjisë elektrike, në mënyrë që kjo t'i mundësohet edhe vetë prodhuesve, që është shtylla e 6, pra vetë konsumi, dhe gjitha ata që trujnë energji elektrike. Pra, ideja e ruajtjes së energjisë elektrike është bazament kyç për incentivizimin e vetë prodhimit, e cili mund ndodh qoftë nga bizneset, qoftë nga anëvisërit.